Duke u mbështetur te ky profil që ju ndërtuat për kryeministrin Edi Rama me shumë të drejtë, a mendoni se edhe në raportet me Serbinë Edi Rama është po i njëjti ashtu siç vepron me vendet e tjera, teksa në takimin e fundit mes ministrit të jashtëm Ferit Hoxha dhe Gjurić të Serbisë është vendosur për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër. Në këtë rast, çfarë po ndodh? Çfarë interesi ka Serbia që kërkon të hap një konsullat në Shkodër dhe nga ana tjetër pse Edi Rama është kaq kokulur kundrejt Beogradit, ku edhe sa i përket deklaratës së ministres serbe se do ta spastronte etnikisht Kosovën më shumë se Miloševići, Edi Rama e mori me ironi se sipas tij nuk merret me çyryk që flasin broshkulla në Beograd. Unë thash më parë që Edi Rama është tregtar flamujsh që mund të mbajë çdo flamur në dorë, ndërkohë që shkel me këmbë flamurin shqiptar. Dhe në këtë listë flamujsh që Rama mban në duart e tij nuk ka pse bën përjashtim flamuri serb. Fakti që ai pranon që të hapet konsullat serbe në Shkodër do të thotë që nesër do të pranojnë që në Shkodër ekziston një komunitet, një pakicë serbe. Pra do të lejoj që të kenë sukses përpjekjet serbe për të shpikur serb aty ku nuk ka, për të konvertuar shqiptarë ortodoks në si ta quajmë, në serbizëm, ti serbizoj pra shqiptarët ortodoks. Sepse Rama, duke mos e dashur këtë vend, duke qenë dakord që ky vend të shpopullohet, për të nuk ka më rëndësi nëse këtu banojnë serb, grek, indian, bangladeshas, botë që mos ketë më shqiptarët e Shqipërisë, të quhet thjesht territori Shqipërisë, po jo më shteti komb i shqiptarëve. Në këtë frymë kam parë edhe heshtjen e tij apo gjoja zhvlerësimin e deklaratës së ministres serbe. Ajo mund të jetë e çmendur, po ajo është ministre dhe ajo është antare e partisë së kryeministrit, më falni, presidentit, të cilin Rama e quan vëlla. Dhe sado i çmendur të jetë një politikan, mund të jetë edhe realisht i çmendur me kartel, psikiatrie. Për sa kohë është në detyrë, ti do të bësh reagimet e tua shumë të forta. Do ta shpallësh në ngrata. Do të thrasësh ambasadorin. Do t'i kërkosh kryeministrit të vendit tjetër ta heq atë ministër nga qeveria. Dhe nëse shteti tjetër këto nuk i bën, ti fillon dhe ngrin marrëdhëniet, i çon drejt ftokës marrëdhëniet në gjithë shtetin. Për ndryshe ti nuk je një shtet serioz, për ndryshe ti nuk je një qeveri që do vendin e vet. Kaq e thjeshtë është. Kjo nuk është deklarata e parë që kanë bërë ministrat serb apo politikanë të tjerë serb. Ne nuk duhet të harrojmë që ky që sot është president, vllai i Edi Ramës në Beograd, kur ka qenë ministër propagande i Miloševićit, ka thënë me zë të lartë në Kongres të guxojnë perëndimorët të vrasin një serb dhe ne do të vrasim 100 musliman. Po. E ka thënë ky Vučić. Dhe ne ulemi në tavolinë me këtë njeri. Jo vetëm ne, jo vetëm Shqipëria, fatkeqësisht edhe Kosova. Për mua s'do të kishim pranuar kurrë dialogun me një njeri të tillë. Jo më ta shpallim vlla e të bëjmë odvoreni Ballkan, se i pëlqen Edi Ramës. Odvoreni Ballkan, të shkoj unë lirshëm në Serbi, ndërkohë që nuk e kam rrugën të lirshme për Kosovë. Për Preshev, Medvegjë, Bujanoca s'bëhet fjalë. Zoti Çipi, çfarë po ndodh në marrëdhëniet mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës në këtë rast, dhe a mendoni se mund të ketë një përplasje që mund të kulmojë në një moment caktuar, nisur edhe nga akuzat indirekte që Edi Rama ka bërë kundrejt Albin Kurtit, se është duke sjell njerëz të tij në protest para kryeministrisë? Ta filloj nga fundi, kjo është një marrëzi totale, një gjë qesharake. Kjo që akuzon Albin Kurtin. Kjo është thjesht të mos pranosh realitetin, që ai e di shumë mirë që është ashtu, që njerëzit nuk e duan. Ata që kanë dalë në protest kanë dalë si u ka ardhur shpirtin më të hundës. Dhe i ka ardhur më të hundës për shkak të atyre që ka bërë Edi Rama, jo për shkak të atyre që mund të ketë thënë
Albin Kurti apo të dërguarit e tij. Albin Kurti e tentoi një herë të merrte pjesë në zgjedhje, krijoi një entitet juridik këtu që quhej Qendra Vetvendosje, u fut dhe ai është efekti që ka Albin Kurti në Shqipëri. Më pak se 1%. Nuk e mbaj mend se sa, po ishin shumë pak vota që mori, nuk nxori asnjë deputet. Kështu që edhe po të donte, unë nuk e di a do Albin Kurti të rrëzoj Edi Rama, nuk e besoj se do, po edhe po të donte, nuk ka shans të ndikojë Albin Kurti në rrëzimin e Edi Ramës. Përkundrazi, Edi Rama po përpiqet mes njerëzve të vet, atyre që e mbështesin në Kosovë, fatkeqësisht edhe Ramush Haradinaj, ka bërë ai një deklaratë të turpshme. Jo aq të turpshme sa ajo e Ali Ahmetit, por gjithashtu e papranueshme edhe deklarata e Haradinajt. Pra, Rama po mundohet ta zhvendos narrativën që të favorizojë këta të tjerët, dhe këta e mbështesin, Haradinaj me shok gjithë kundërshtarët e vetvendosjes, e mbështesin duke thënë që nuk duhet marrin pjesë në protestën e Tiranës, apo të mëtojmë turizmin, po prishim imazhin e Shqipërisë, po i shërbejmë të huajve, apo tek e fundit thjesht nuk duhet protestojmë, se është një shtet i pavarur. Shqipëria me kushtetutë është shteti i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Dhe në këtë sens u lindë drejta të gjithë shqiptarëve që të luftojnë për ta mbrojtur Shqipërinë ashtu siç dinë ata. Aq më tepër shqiptarët që kanë pasaportë shqiptare, qofshin këta banor dhe rezident dhe mbështetas të Maqedonisë Veriut apo të Kosovës, nuk ka pikë rëndësie. Nëse je me pasaportë shqiptare, siç ke të drejtë votit, ti ke të drejtën e protestës. Se si do të shkojnë marrëdhëniet midis Ramës dhe Albin Kurtit, unë nuk e di, unë gjithmonë kam menduar dhe vazhdoj të mendoj që kanë të njëjtin kumbar, kanë George Sorosin kumbar, dhe ai mund t'i pajtojë kur të dojë, siç i ka pajtuar kur ka dashur. Pra dyshoj se është një teatralitet ky lloj konflikti në distancë Rama-Kurti. Zoti Çipi, dhe pyetja e fundit, nisur me sezonin e ri politik, por edhe me uljen e temperaturave, a mendoni se protestat do të intensifikohen deri në atë fazë saqë Edi Rama mund të largohet nga qeveria brenda këtij viti, apo do duhet presim edhe më shumë që ai të bjerë? Brenda këtij viti, them si të drejtën nuk e besoj. Nuk e besoj sepse nuk ka kohë. Siç u shpjegova, kushtetuta ja mundson atij të rrinë detyrë derisa të jetë emëruar një kryeminist tjetër. Dhe unë e shoh të vështirë gjetjen e 71 votave që i duhen opozitës për të emëruar një të ri. Hajt po themi se bëhen votat për të rrëzuar Ramën dhe Ballukun. Por që të bjerë Rama de facto, sepse ai mbetet ushtrues detyre, edhe nëse humb mocionin e besimit apo të mosbesimit. Mbetet ushtrues detyre derisa nuk është zgjedhur një tjetër. Pra kushtetuta sot nuk parashikon zgjedhjet parakoshme kur bie qeveria. E kanë hequr opsionin e zgjedhjes parakoshme. Dhe nuk ka më kompetencë presidenti të shpërndajë kuvendin, siç ka pasur përpara. A do të ndodh, sidomos brenda vitit, nuk e besoj se do të ndodh, nuk e besoj se do të ketë një përshkallëzim kaq të shpejt të situatës. Keni parasysh në 60 ditë protesta, vetëm Mariana Koçeku është tërhequr. Ka 83 deputetët e Ramës, të tërhiqen edhe 15-20 të tjerë më duket pak e vështirë. Por unë do të doja që Rama të binte me një referendum që modifikon kushtetutën në pikën e kufizimit mandateve për gjitha postet kushtetuese. Askush në Shqipëri nuk duhet të mbajë asnjë post për më shumë se 2 mandate. Dhe Rama është në të katërtin, që do të thotë nëse referendumi fiton, dhe unë jam i bindur që fiton, Ramës duhet të ndërpritet mandati. Dhe njëkohësisht me të njëjtin referendum duhet të ndalohet, praktikisht i ndalohet, Berishës të bëhet më kryeministër, sepse i ka bërë 2 mandatet e Berisha. Unë do doja të ndodhte kjo. Pra, perspektiva më e mirë për Shqipërinë është që jo të largohet Rama dhe Berisha, po të vendosen rregulla që largojnë sot Ramën dhe Berishën dhe pa mundsojnë ardhjen në pushtet të një Rame të ri dhe të një Berishe të ri në të ardhmen. Prandaj dua ndërhyrjen kushtetutë, prandaj dua referendume, që këto gjëra të sigurohen jo vetëm për mua, po edhe për Timbir dhe për nipin tim.
nipin tim që s'ka lindur ende. Zoti Çepi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj dhe uroj suksese për ju dhe portalin tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.